Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, në Shqipëri u importuan rreth 8100 ton fruta tropikale. Pjesa më e madhe e këtyre produkteve kanë ardhur nga vendet e Amerikës Latine, ndërsa një sasi më e vogël është importuar dhe nga disa shtete të Afrikës, të cilat gjithashtu janë furnizues të rëndësishëm të frutave egzotike në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave, importet e frutave tropikale ka shënuar një rritje prej 8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlera totale e këtyre importeve ka arritur në 660 milion lekë. Në krahasim me vitin e kaluar, ku importuesit kanë paguar mesatarisht 81.4 lekë për kilogram frutash tropikale, shpenzimet janë më të ulta, megjithëse sasia e importeve është rritur. Ky trend i rritjes së importeve të frutave egzotike nga Amerika Latine dhe Afrika është vërtetur dhe gjatë vitit të kaluar. Sipas Instat, Shqipëria ka importuar rreth 32.400 ton fruta tropikale gjatë vitit 2024, një rritje prej 10% krahasuar me vitin 2023. Ekuadori është vendi kryesor nga i cili Shqipëria importon fruta tropikale, ose rreth 75% të totalit. Pas Ekuadorit ndodhen vende të tjera si Costa Rica, Brazili, Argentina dhe Tunizia. Vlera totale e importeve të këtyre produkteve gjatë vitit të kaluar ka arritur në 2.5 miliard lekë, ndërsa në vitin 2023, kur importet ishin më të ulta në sasi, vlera e importeve ishte më e lartë, duke arritur në 2.76 miliard lekë.